Dita e njëjtë me 19 shkurt është dita e parë e Ramazanit dhe e premtja me 20 mars do të shënojë ditën e parë të Bajramit të Madh. Në të gjithë botën për Ramazan, miliona mysliman agjerojnë për 30 ditë nga mëngjesi në mbrëmje. Imami i xhamisë së madhe të Durrësit, Ervin Qylafku, thotë se ky muaj është shumë më tepër se thjesht agjerim, sepse muaji i Ramazanit shërben si një terapi për shpirtrat tanë dhe për të ngritur ura komunikimi, për të rregulluar dhe dimensionuar jetën tonë shpirtërore, por dhe marrëdhëniet me njerëzit. Me emrin e Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne bëjmë një jetë e cila është e barsur me sikletën dhe strese, me shumë problematika dhe ngarkohemi faktikisht. Shpirti ngarkohet, dikujt i kemi thyer zemrën, dikujt ja kemi ngarkuar shpirtin dhe vjen muaji i Ramazanit si terapi për shpirtrat tanë dhe për të ngritur ura komunikimi, për të rregulluar dhe ridimensionuar edhe një herë jetën tonë shpirtërore, por edhe marrëdhëniet me njerëzit. Prandaj muaji i Ramazanit është si pushimi vjetor që të bëjnë njerëzit pas një viti lodhjeje dhe ngarkesash. Imami jep dhe një urim për të gjithë besimtarët. Presim një kontingjent më të madh njerëzish, të cilët dëshirojnë që të jenë më afër Zotit, më afër kënaqësisë Zotit dhe më tepër fizikisht me xhamin. Unë ju uroj të gjithë besimtarët musliman një agjerim të lehtë, agjerim të pranuar dhe qoftë muaj i bekuar për gjithë familjet shqiptare.